Presidenti SBA Donald Trump ka paralajmëruar se qeveritë e huaja do të duhet të paguajnë shumë para në mënyrë që të heqin tarifat e reja që ai ka vendosur, duke i quajtur këto detyrime një ilaç për ekonominë amerikane. Megjithatë, ky qëndrim ka pasur pasoja të menjëhershme për tregjet financiare globale, të cilat u përballën me humbje të mëdha të hënën. Çmimet e naftës rand dhe investitorët u shqetësuan për mundësinë e një recesioni global, pasi tarifat e reja mund të çojnë në kërkesë më të ulët dhe çmime më të larta. Në Azi, bursa e Kinës dhe ajo e Hong Kongut pësuan rënje të thellë, ndërsa raporte shtetërore njoftuan se Fondi Sovran i Kinës kishte ndërhyrë për të stabilizuar tregun. Në Tajvan, aksionet ranë me pothuajse 10%, duke shënuar rënjen më të madhe të regjistruar ndonjëherë, ndërkohë që tregjet e Evropës dhe SBA-s gjithashtu kishin një fillim të rëndë të javës. Pavarësisht këtyre humbjeve, Trump ka deklaruar se nuk është i shqetësuar për pasojat afatshkurtra të tarifave dhe se ato mund të jenë një ilaç për të rregulluar ekonominë. Ai shtoi se kishte diskutuar me liderët europian dhe aziatik, të cilët kërkojnë uljen e tarifave deri në 50%, por vetëm nëse SBA do të marrë shumë para nga vendet e tjera. Breshëria e tarifave të Trumpit ka nxitur kritika nga liderët global, duke përfshirë miliarderin Bill Ackman, i cili kërkoi që këto tarifa të ndalohen për të shmangur një dimër ekonomik bërthamor. Politika e tarifave të presidentit Trump ka nxitur një val tensionesh në tregje globale, duke bërë të pasigurt të ardhmen ekonomike. Pavarësisht deklaratave të tij për të mbështetur ekonominë amerikane, shumë analistë janë të shqetësuar se këto masa mund të shkaktojnë dëme afatgjata për marrëdhëniet ndërkombëtare dhe për stabilitetin e tregjeve financiare. Ndërkohë, disa shtete si Kina kanë reaguar me masa hakmarrëse, duke përkeqësuar më tej situatën. Ndërsa Trump vazhdon të insistojë për tarifat, është e paqartë nëse ai po ndjek një strategji afatgjat ose po përdor këto masa si një mjet negociues. Tregjet, nga ana e tyre, po përballen me pasiguri të madhe, duke u munduar të parashikojnë ndikimet afatgjata të këtyre politikave.